billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Përshëndetjet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë, të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët, të cilët e kanë ndjekur rrugën e Islamit, janë duke e ndjekur dhe do ta ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Dëgjues të nderuar, që në fillimin e njerëzimit, shejtani nga xhelozia që pat ndaj nderi që ju bë njeriut, ai vendosi që të sillet në mënyrë arrogante, saqë për atë shkak u përzu nga mëshira e Zotit. Ai që në këtë moment u betua se do të tentoj në mënyrë të vazhdueshme që t'i mashtrojë njerëzit të cilët janë labil në fenë e tyne. Këtë më mirë e gjejmë të përshkruar në Kur'anin fisnik, ku në surën A'raf në ajetin 16 deri në ajetin 18 thot Allahu xhaleshanuhu bismillahirrahmanirrahim qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblisi thot, për shkak se më humbe mua, unë do t'u ulem atyre në rrugën tënde të drejtë. Pastaj do t'u sillem atyre prapa, nga e djatha dhe nga e majta e tyre. E shumicën e tyre nuk do t'i gjesh që të falenderojnë. Pas kësaj sfide të shejtanit, I cili tregoi se njerëzve do t'u sillet nga të gjitha anët, do ta sulmojë në çdo pikë të dobët, derisa të bëjë të harrojë Zotin e gjithësisë. Ai vetëm nga dy anë nuk e sulmon, nga anë e sipërme dhe nga anë e poshtme. Prej lart nuk I afrohet se e din se mbi të është mëshira e Zotit, e cila nuk ndërpritet asnjëherë, pa marrë parasysh se sa mëkate bën njeriu. Po ashtu nuk I vjen nga ana e poshtme, nga shkaku se nuk dëshiron që të bie nën këmbët e njeriut. Për ndjekësit e shejtanit, Zoti në vazhdim të këtij ajeti tregon se për ta xhehenemin ka krijuar, ku tha në ajet Bismillah, laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kush do të ndjek prej tyre, do ta mbush xhehenemin me ta. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për satanistët, të cilët si grup e adhurojnë shejtanin në mënyrë të hapur, por se për të gjithë ata të cilët janë bërë dhe janë shndruar në rrob të shejtanit dhe ndjekin çdo thirrje të tij. Pasi në shumë raste ne themi se e duam Allahun, por I shkelim ligjet e tij, kurse nga ana tjetër themi se nuk e duam shejtanin, por se rrugën e tij e pasojmë. Prej këtij mashtrimi duhet të shpëtojmë sa më shpejt. Por, nëse shikojmë më me kujdes, në shumë raste edhe ne jemi ata të cilët dëshirojmë që t'i bëjmë disa vepra të këqija. Sepse siç e dim, në Ramazan shejtanët janë të lidhur, por përsëri shohim gabime dhe harame. Këtu e kuptojmë se edhe egoja, pasioni dhe dëshira janë armiq tanë të cilët na shpihen në gabime në disa raste. Shejtani nuk ka fuqi që ta detyrojë njeriu për të bërë diçka, por se ai vetëm I përshpërit njeriu për ndonjë gjë të caktuar, kurse njeriu e bën apo nuk e bën. Shejtani është sikur alarmi, I cili të thërret për të shkuar në punë, por se nga njeriu varet a do të shkojë apo jo. Këtë skenë e shohim të ilustruar në Kur'an, ku paraqitet biseda në mes të mashtruarve dhe shejtanit, I cili vetë tregon se nuk ka pasur ndikim dhe pushtet, pra për t'i detyruar njerëzit, ku në surën Ibrahim, në ajetin 22 thot, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Iblisi thot, unë nuk pata asnjë far pushteti ndaj jush, por vetëm ju kam thirrë, e ju mu përgjigjet. Andaj mos më mallkoni mua, por mallkonja veten. Sa dëshprim I madh do jetë kur edhe vetë shejtani do të heqë dorë prej atyre të cilët ja kthyen shpinën fesë së Zotit. Atë ditë kur çdo kush do të shikojë të shpëtoj veten, kur askush nuk mund t'i ndihmoj tjetrit,
Vetëm se mëshira e Zotit, veprat e mira dhe nënshtrimi ndaj Zotit janë rrugdalja jo. Shejtani ka për qëllim që ta largojë njeriu nga feja e Allahut dhe ta shpije atë në adhurimin e gjërave të tjera. Nëse arrin këtë, kjo është suksesi më i madh për të. Por nëse nuk e arrin, atëherë mundohet të fus njeriu në mëkate tjera, përmes të cilave do ta afrojë në mënyrë graduale për te mëkatet e mëdhaja. Si mendoni, një adhurues të përpikt, i cili adhuron Zotin dhe nuk i lutet askujt tjetër, ato të mund ta shpijente në shirk dhe idhujtari? Dihet që jo. Por ne në vazhdim do të sjellim një tregim në të cilin shihet se si shejtani, një adhurues të përpikt, e shpiu drejt idhujtarisë. Transmeton Wahb bin Munabbih radiallahu anhu, i cili përcjell një ngjarje nga koha e Ben Israilve. Ai thot: në kohën e Ben Israilve ekzistonte një adhurues shumë i devotshëm. Në fshatin e tij jetonin edhe 3 vëllezër që kishin një motër të pamartuar. Një ditë, vëllezërit u detyruan të dalin në luftë, por nuk dinin se ku ta lënin motrën e tyre. Ata vendosën ta çojnë te ky i devotshëm i fshatit, sepse nuk kishin besë te dikush tjetër poshtë tij. Kur ju afruan këta vëllezër kërkesën e tyre, ky i devotshëm asesi nuk pranoi. Në këto çaste filloi punën e tij shejtani. Ai përshpëriti në kokë se nëse nuk e pranon ti, atëherë këta do e lënë të ndonjë tjetër, i cili mund ta kesh përdor situatën dhe të bie në haram me të, kurse ti je i devotshëm dhe këtë nuk do ta kishe vepruar. Këtu filloi të zbutet dhe kur pa se ato djemt nuk u larguan nga dera, ai pranoi. Këtu shejtani e fitoi etapën e parë të luftës, duke e mashtruar me lëvdata dhe duke i përshpërit se ti je i devotshëm dhe je më i përmbajtur se njerëzit tjerë. Ata e lanë motrën në shtëpi vet, kurse ky i devotshmi çdo ditë ia dërgonte ushqimin te dera. Por ajo ende pa dalë te dera, ky u largonte dhe shkonte te faltoria e vet. Shejtani erdhi përsëri ti përshpërit në kokë, duke i thënë: ti i lën ushqimin te dera dhe largohesh, por ti nuk e din, ndoshta ajo kur del te dera nuk e gjen ushqimin aty, ndoshta dikush ja merr, apo ndonjë kafshë ja merr. Më mirë prit te dera derisa të del ajo që ta merr vet ushqimin. Edhe ky përsëri këtu e zbuti qëndrimin dhe filloi ta pret te dera derisa të del ta merr ushqimin. Këtu është suksesi i dytë i shejtanit, i cili ndonjëherë të mashtron edhe me punë të mira, për të dërguar tek ato më të këqijat. Tash e filloi pjesën tjetër të mashtrimit, se si t'i fus në bisedë ata dy. Ai filloi t'i përshpërit në kokë duke i thënë se kjo vajza është në vetmi të madhe, mërzitet sepse nuk ka me askënd ta kaloj kohën, ka nevojë për këshilla, sepse edhe ajo mund të bie në haram. Andaj është mirë që ti t'ja këshillosh atë që të mos bie në haram dhe ta përmbaj veten. Shikoni se si shejtani të mashtron me urtësi dhe dinakri, duke të futur në kokë që të bësh thirrje në të mira, por në esencë ai me të dëshiron të fus në kurth. Është e njëjtë sikur që sot shumë të rinj fillojnë biseda në Facebook apo forma tjera, duke u bazuar në atë se unë bisedoj me filan vajze për ta këshilluar, për davet, kurse në fund përfundojnë me haram. E si është e mundshme që biseda filloi për davet e tash përfundoi me dashuri? Ata dy filluan të bisedojnë me njëri tjetrin, derisa muhabeti ju bë i këndshëm që të dyve dhe u thellua në biseda. Duket shumë gjest i parrezikshëm, por në thelb kështu i mbjell shejtani mendimet erotike ndaj njëri tjetrit. Më pas shejtani i përshpëriti të devotshmit në kokë, se nëse vazhdoni bisedimet këtu te dera e shtëpisë së saj, njerëzit do të shohin dhe do të mendojnë keq për ty. Andaj më mirë të hish brenda në shtëpi, që të mos shkaktohet dyshim te njerëzit, se si ti, njeriu më i mirë i fshatit, je duke tradhtuar amanetin e 3 vëllezërve. Ai pastaj filloi ta bëj tradit që të hyjë në shtëpinë e saj dhe aty të vazhdojnë biseda dhe muhabetet. Por tash po ashpërsohet gjendja,
sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur vetmohet një burr me një grua, i treti i tyre është shejtani. Në momentet e vetmisë me të, mendja i shkonte në gjërat më të këqija, por shejtani ja mbolli në kokë se aty nuk e sheh askush. E ata filluan të prekin njëri tjetrin derisa kryen marrëdhënie intime. Por me këtë shejtani e fitoi pjesën më të madhe të betejës, sepse deri këtu mundohej me të butë që ta mashtroj, kurse tash e ndryshoi metodën, duke filluar që ti mbjell në kokë frikën për humbjen e autoritetit. Gruaja nga ky akt ngeli shtatzën, sa që prej kësaj lidhje, lindje dhe fëmijë. Tash shejtani po dëshiron ta fusë në mëkatet e mëdhaja. Ai e filloi punën duke i përshpërit në kokë. Ti ke bërë një vepër të shëmtuar. Nëse e kupton fshati se çka ke bërë, do të vrasin. Por nëse dëshiron të shpëtosh, atëherë vraje fëmijën dhe varrose, kështu që nuk do të ketë dëshmi për punën tënde të shëmtuar. Ai veproi ashtu. E mori fëmijën, e vrau dhe e varrosi në oborin e shtëpisë. Më pas, shejtani fiksoi diçka tjetër në kokë. I tha, ti a mendon se kjo grua do të hesht dhe nuk do t'u tregoj vëllezërve të saj se çka ke bërë? Nëse don shpëtim, atëherë vraje edhe atë dhe varros afër fëmijës, kështu do të shpëtosh. Kurse vëllezërve të saj do ju thuash se ka vdekur e ata do të besojnë ty. Kur u kthyen vëllezërit prej lufte, shkuan të kërkojnë motrën, por nuk e gjetën, sepse kia kishte vrarë atë. Andaj i kërkuan sqarim njeriu të devotshëm, ai u tha se ajo ka vdekur dhe ua tregoi edhe varin. Vëllezërit shkuan pranë varit dhe qanë, pastaj u kthyen të mërzitur në shtëpitë e tyre. Në ëndër, shejtani u shkoi këtyre vëllezërve dhe u tregoi se burri i kishte gënjur, sepse ai ka bërë zina me motrën tuaj dhe ka lindur një fëmijë, por i vrau që të dy, që të humb dëshmit dhe të mos poshtërsohet para njerëzve. Kur u zgjuan vëllezërit, panë se që të tre e kishin parë ëndrrën e njëjtë. Ata shkuan te vendi dhe gropuan vendin, kur panë aty motrën e cila kishte afër edhe një fëmijë. Atëherë u bindën se ëndra kishte qenë e vërtetë. Kur e pyetën njeriun e devotshëm për këtë, ai nuk mund të ta mohoi dhe e pranoi se çka kishte bërë. Vëllezërit e morën dhe e nxorën jashtë fshatit që ta dënojnë. Kur e lidhen për një pemë që ta dënojnë, i erdhi shejtani në kokë dhe i tha, ti tash e kupton se unë isha ai që të mashtrova deri këtu, por unë kam mundësinë që të shpëtoj nga kjo gjendje, vetëm se duhet ta mohosh Zotin dhe të më biesh mua në sejdë. Njeriu tha, po si të bien në sejdë kur jam i lidhur? Shejtani tha, vetëm ule pak kokën dhe do të konsiderohet sikur më bie në sejdë. Njeriu e uli kokën dhe në atë moment i mshuan me shpatë dhe ja prejnë kokën. Kështu ishte përfundimi i njeriu të devotshëm, i cili në fillim as nuk e shikonte vajzën, e pastaj erdhi në këtë shkallë, ti kryej 3 mëkatet më të mëdha: zina, vrasje dhe shirk. Allahu Xheleshanuhu i përmendi në një vend shirkun, vrasjen dhe zinan, ku në surën Furqan ajetin 68 deri në ajetin 70 thot: Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Edhe ata që pos Allahut nuk lusin zot tjetër dhe nuk mbysin njeriun që ka ndaluar Allahu, por vetëm kur e meriton në bazë të drejtësisë, dhe që nuk bëjnë zina. Ndërsa kush i punon këto, ai gjen dënimin. Këtë tregim, shumë komentues të Kur'anit e kanë shënuar gjatë komentimit të ajetit 16 të surës Hashr, ku Allahu Xheleshanu thot: Bismillahirrahmanirrahim, kamathali shaytani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Ata janë si shembulli i shejtanit, i cili i thot njeriut: moho besimin. E kur ai të bën kufër, shejtani thot: unë distancohem prej teje, sepse unë i frikohem Allahut, Zotit të botave. Ka dhe shumë metoda se si shejtani mundohet të na devijojë,
Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këshilloi shokët e tij që të kenë kujdes nga rrugicat në për të cilat thërrasin gjajt, sepse nuk mundemi të shkojmë rrugës së shejtanit e të arrijmë te dyert e xhenetit. Ka raste kur shejtani, nëse nuk arrin që ta largojë njeriu prej ndonjë ibadeti tërësisht, atëherë mundohet që t'ja paksoj shpërblimin, duke i përkujtuar gjëra të ndryshme në namaz, apo duke friksuar me varfëri kur don të jep zekat dhe sadaka e raste të ndryshme. Por nëse nuk arrin ta largojë apo t'ja prish adhurimin, atëherë mundohet që t'ja paksoj sevapet. Për këtë, do të përmendim një tregim i cili thua se i ka ndodhur një prej evliave. Ai është zgjuar herët në mëngjes, ka veshur teshat më të mira dhe është nisur për në xhami. Shejtani mundohet ta pengojë që të rrezohet dhe të mos shkojë në xhami. Ky rrezohet, por kthen në shtëpi, i ndron tesha dhe niset përsëri për në xhami. Edhe në herën e dytë, rrezohet dhe kthen në shtëpi të ndroj teshat e ndotura. Në herën e tretë, e ka për krahu shejtani që mos bie dhe e mban për krahu deri në xhami. Kur mbrinte xhamia, i thot njeriu: "Falenderit djalosh që më mbajte deri këtu. Eja të hyjmë në xhami." Por ky refuzon duke i thënë se nuk mundet të hyjë në xhami. Kur e pyet ky evliau për shkakun dhe arsyen pse, ai ja kthen thot: "O jam shejtani." Ky habiti dhe i thot: "Shejtani? Po si të më ndihmove të vi deri këtu, kur ti çdo herë mundohesh t'i pengosh njerëzit mos të vinë në xhami?" Ai tha: "Po, unë i pengoj, por në herën e parë kur ti urzove, Zoti ti fali mëkatet. Kur urzove herën e dytë, u afali mëkatet Zoti edhe familjes tënde. Kurse unë nuk desha të rrezohesh prap, se ndoshta Zoti do afalte mëkatet të gjithë lagjes dhe fshatit." Pra në këtë formë, shejtani mundohet që mos të arrijnë njerëzit deri te shpërblimet e shumta, por ai mundohet që njerëzit të fitojnë sa më pak shpërblime dhe të thellohen sa më tepër në mëkate. Shejtani për këtë është shumë jaft, por edhe të ne mos i humbim shpresat nga mëshira e Zotit, por vazhdimisht të kërkojmë falje, sepse çdo herë që shejtani na bën të harrojmë adhurimin, ne duhet të kthehemi me kërkim të faljes, që Allahu të na falë. Zoti na thot në Kur'an që kur ne e përmendim Zotin, atëherë shohim, kurse kur nuk e përmendim Zotin, atëherë na kaplon shejtani dhe na mbisundon. Kur jemi të fortë me besim, shejtani nuk ka asnjë fuqi ndaj nesh, por kur dobësohemi, atëherë ai na shkel. Tregohet se një person kuptoi se në një fshat e adhuroi një pemë në vend të Zotit. E ky mori sapatën që të shkojë ta pres. Por në rrugë i doli shejtani ta ndaloi. Por ky besimtari e mposhti shejtanin duke rrëzuar për tokë. Ai kur e pa se nuk ka mundësi ta rrëzoj, i tha: "Nëse tërhiqesh nga prerja e kësaj peme, unë do të sjell çdo mëngjes në një stëk nga 2 lira të altanit të arit." Njeriu e kaploi dëshira për pasuri dhe e pranoi ofertën e shejtanit. Shkoi në shtëpi, e kur u zgjua në mëngjes, vërejti në një stëk lirat. Edhe ditën e dytë ndodhi e njëjta, kurse ditën e tretë nuk gjeti asgjë. Pastaj përsëri e mori sapatën dhe u nis për tek fshati. Në rrugë përsëri e takoi shejtani. Ai këtë radh i u hodh pyeti dhe mposhti njeriu. Njeriu i tha: "Si është e mundur që herën e parë unë të mposhta, kurse tash më mposhte ti?" Shejtani i tha: "Herën e parë unë nise ta presësh drurin për hir të Allahut, andaj unë nuk kisha fuqi ndaj teje. Kurse tash ke ardhur për hir të lirave të altanit, andaj unë kam mundësi të mposht." Kështu është fuqia e besimtarit, derisa nuk i nështrohet dashurisë për këtë botë. Për fund, ju ngelini përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.